Edhe pse ende vijojnë përpjekjet në rrugë diplomatike për të bindur politikën të gjejë konsensus për reformën në drejtësi, paketa me ndryshimet kushtetuese ka hyrë tashmë në rrugë kuvendore. Burimet Ora News konfirmua se 33 deputet të shumicës parlamentare, përfshirë edhe kreun e grupit Lëvizje Socialiste për Integrim Petrit Vasili dhe deputetin e PDI-s Tahir Muedini, kanë firmosur kërkesën për të përfshirë atë në procedurë parlamentare. Në bazë të kushtetutës, për të ndryshuar dokumentin themeltar nevojitet nisma e 1 të 5 të deputetëve të kuvendit, ose thëndryshe 28 prej tyre. Në bazë të rregullores, në seancën e parë pas dorëzimit të kërkesës, kryetari i kuvendit njeh të gjithë deputetët me të dhe më pas vijon diskutimin e neneve të paketës kushtetuese. Firmosja e nismës për ndryshimet kushtetuese nga 33 deputetët e materializon reformën në drejtësi, edhe pse opozita e ka bërë të qartë se nuk bie dakord me këtë draft, që nuk merr në konsiderat kërkesën e saj për të përfshirë vendet e rezervuara për 4 institucionet e reja të drejtësisë, një kërkesë që ajo thotë se parashikohet në nenin 88 të draftit të ardhur nga Komisioni i Venecias. Firmat e para në kërkesën mbajnë autorsinë e anëtarëve të Komisionit të posaçëm të reformës në drejtësi: Mimoza Afizi, renditet pas tyre, Namik Dokle, Pandeli Majko, Herion Braçesh, Këlqim Cani e të tjerë. Javën që shkoi pati një debat në lidhje me përfshirjen në kalendar të paketës kushtetuese në kuvend. Kryetari Ilir Meta deklaroi se ishte një lapsus, ndërsa opozita kishte njoftuar padi penale ndaj administratës së parlamentit, dhe shumica duket se tani ka shfrytzuar mekanizmin kushtetues, atë të kërkesës me 28 firma deputetësh, për të futur në procedurë parlamentare paketën e ndryshimeve kushtetuese.